Për mendim temin, unë me pas në dorë votimin me telefon, me thonë voto apo don në njërin për këtyne treve me qunë finale, nuk isha që asë njërin. Unë mendoj që produksioni ka marrë masa ndaj Labit. Labi ka qenë para sa kohë në nominim, do më thonë, në televotim gjatë prajmit nëse publiku dëshiron me nxerrë jashtë ose me lonë shpi, edhe i kam bjetu ati televotimi. Dëgjon, tas qarej Labi nuk është favoritimi. Momentalisht favorite imja është po folim përgjithsi, se unë kom qenë për shembull të jedin, kom qenë edhe njerë në intervist, kom qenë për Alben. Po, vërtet. Nuk jam pajtu me krejt që ka Alba ka bo atë. Po jam pajtu me luftën, me mënyrën që ajo ka lujt lojen. Gjitha mekanizmat i ka... Mënyrën që është përkushtuar në lojë. Po, gjitha mekanizmat e vet i ka vunë përdorim për me mritë të çmimi. Një, tash mendoj që Benita, unë e qëmaj shumë Benitën ditëve të fundit. Do më disa herë kom dru mendim për banor, po mendimin ndrohet edhe në bazë të lojës tyre që e japin. Benita e ka shfrytzu shumë mirë këtë situatë ditëve të fundit. Benita është një prej lojtarëve që vete ka zhvillu lojën prej fillimit, pa mbështetje, pa aleanca brenda, pa mbështetje. Kallaj kanë këta treshi për sheshe. Klodi, Eliona dhe Lëndrimi, se këta njonin pisulman dikush, po mësyn të tretë. E tjerë shumë kallaj kur i ki dy mbështetje aty që mbështesin krejt kohën, do më thonë e ki shumë të letë lojën. Benita e vetme pa mbështetje jashtë, pa mbështetje mrenda, ka shku deri këtu, mendoj që e meriton plotësisht finalen. Me qenë në 5-shën, 4-shën, sashën të finales, mendoj që Benita duhet me qenë, ka qenë pozitive, nuk ka bo në gabim të madhë. Edhe logjik edhe krejt ato që kish mujtë publiku mi gjyku, shumicën e rasteve ka qenë pozitive, mendoj që është një lojtarë shumë e mirë. Me qenë se e përmende finalen edhe e nise me emrat që do të duhet të jenë në finale, kush janë 4 shef finalistët sipas teje? Po edhe 5, në rast se do ta kemi një final. Po, shumë e vështirë. Tash nuk po di, unë mendoj që Ludo duhet me qenë finale. Për shkak se është tregu në ato që po quhet strateg, është tregu shumë strateg i fort. Pak ka pas lojt vetën, po kryesisht ka nxit lojtet e tjerët, edhe duke nxjerrë mandej vetën si përfaqe si një lojtar i mirë. Mendoj që duhet me qenë Benita, mendoj që duhet me qenë Klodi, për shkak se kish mujt më ardhën në shpreje Eliona dhe Lëndrimi, po ata janë rënë në hijet Klodit. Në këtë, do të thonë, treshën, Klodi ka ditë mas mirë të mi lujt lojen. Klodi, edhe mendoj që finalist tjetër duhet me qenë, nuk kam për momentin. Mes Lëndrimit edhe Lionës janë për nuk di cili. Po këta i ka dëmtu shumë që kjo raporti treshës, se tashmo publiku nuk ka eshe si një individ, ade nuk ka eshe, që Big Brother lyp personalitete individuale që vetë shtyn lojën për para dhe vetë lufton deri në fund. Penalizohesh, publiku ka eshe si treshe. Pavarësisht që ka pëlqime për njonin tjetrin, prap treshe ato i pa. Për mendim temin, unë me pas në dorë votimin me telefon, me thonë voto apo don në njërin për këtyne treve me qunë finale, nuk isha që asë njërin. Tret i kësha eliminu, se po shien si grup, do më thënë si treshe.